إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falëndrimi dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatat, salama qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanë që pasojnë udhëzimin e tyre te ditën e gjykimit. Allahumma amin. Imam Muslimi transmeton një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për një ngjarje e cila ka ndodhur tek popujt më herët. Ajo ngjarje në Kur'an është përcjell në surën Al-Buruj, was-sama'i dhatil buruj. Në këtë sure Allahu Gjelle Gjelaluhu tregon një ngjarje që ka ndodhur në histori. Mirë po, kanë thënë dietarët, kjo ngjarje që ka ndodhur një herë prej herave nuk është vetëm një informacion e diçka që ka ndodhur. Mirë po është një traditë e hershme e vazhdueshme deri ditën e gjykimit. Është një traditë, është një ngjarje që transmeton jashta informacionit çka ka ndodhur, transmeton edhe atë se kjo ngjarje është një traditë e popujve prej në kohrat e mëhershme dhe kjo është e vazhdueshme deri në kiamet, deri kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Që na bën neve me kuptue se për një kësaj lloj ngjarje na duhet t'i hapim vesh të mirë, t'i hapim sy të mirë dhe të mundohemi në maksimum të kuptojmë, të nxjerrim mësime dhe mesazhe të cilat Allahu Gjelle Gjelaluhu I përcjell nëpërmjet këtyre ngjarjeve. A kjo ngjarje e njohur nga këndi haditheve është sikur ngjarja e djaloshit dhe mbretit. Këtë ngjarje Allah e ka përcjell në surën Al-Buruj. Si është apo çka është ngjarja e djaloshit dhe mbretit? Dhe pse kjo ngjarje është shumë e rëndësishme për besimtarët që ata kohë pas kohe ta lexojnë, të meditojnë dhe të mundohen të nxjerrin mësime prej kësaj ngjarje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe përcjellim hadithin në fjalë të shkurtra, për shkak se hadithi është shumë I gjatë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një mbret para nesh, I cili mbret e ka pas një magjistar. Dhe magjistari I ka ndihmu në sundimin e tij. Pas një periudhe kohore, magjistari u bë plak dhe I tha mbretit, dërgoma një djalosh të ri t'ja mësoj zanatin. Për shkak se unë jam plak, ma dërgon një djalosh të ri që t'ja mësoj zanatin,
t'ja mësoj punën, që eventualisht kur të vdek mbreti, me pas punën e mbretit, kur të vdek magjistari, me pas punën e magjistarit gati qiraku i tij. Dhe mbreti dërgoi një djalosh, vini re, në ketë ngjarjen përmendjet një djalosh, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe këtu ka një mesazh shumë të madh. E dërgoi një djalosh, dhe filloi djaloshi me shku te magjistari për me mësue punën e sihrit dhe magjisë. Një ditë, me të kthyer për në shtëpi, u taku me një dietar. Dietari i cili kishte pas ik prej këtij vendi, atëherë kur ky mbreti kishte dashur me i mbyt krejt dietar dhe i kishte mbyt. Dhe kishte shpall veten për Zot. E ky dietar me dituritë e tauhidit, të njëshmërisë së Allahut subhanahu wa taala, e ka shpëtu veten dhe besimin e tij dhe është largu prej vendit, ka bëu hijret. Dhe ka jetu larg dikon prej vendit ku kanë banu njerëzit. Dhe ka jetu i vetmuar. Ky djaloshi duke u kthyer për në shtëpi takohet me këtë dietarin. Dhe dietari e pyet për punën e tij dhe i tregon. Dhe fillon dietari me i bë davet këtij djaloshi. Me ja tregu tauhidin, me e njoftu me Allahun subhanahu wa taala. Dhe djaloshi sa herë që shkonte te mbreti ose për në shtëpi u takonte me dietarin. Dhe filloi ku paskoj mu vonu te magjistari. Kur u vononte, fillonte magjistari me e dënua dhe me e kritiku për vonesën. E ndonjëherë u vononte për te shtëpia dhe e pyeti dietarin se çka të bëj. Dietari i tha, në qoftë se vonohesh kur shkon te magjistari, thuj magjistarit më vonun të shtëpisë. E kur shkosh te shtëpia, në qoftë se vonohesh, thuj familjarëve më vonoi magjistari. Dhe në këtë mënyrë u rahatu prej torturave të tyre. Dhe filloi me mësu prej këtij dietari për Allahun, për tauhidin dhe për fenë e Allahut subhanahu wa taala, derisa një ditë, duke ecë rrugës, e pa një kafshë të madhe, e cila e kishte zënë rrugën, dhe njerëzit u friksonin me ecë. Dhe me e kalu rrugën. E djaloshi në këto qaste tha, tash është koha, momenti, kur unë ka me nxjerr në pa, kur unë ka me vëret, ka me mësu, se kush është në të drejtë. Magjistari, apo dietari. E mur një gur, dhe boni lutje. Tha, o Allah, në qoftë se dietari është më i dashur te ti, se sa magjistari, mbyte këtë kafshë. Edhe jam shoj. Dhe mbyti kafshën. Dhe çështja ju bëhet qartë. Dhe u përhap lajmi se një djalosh e ka vepruar këtë vepër. Dhe filloi ky djaloshi me i shëru njerëzit, me i mjeku njerëzit që ishin të sëmur me shikim, me lëkur, edhe kështu me radhë. U përhap lajmi. Mirë po çdo njeri i cili vinte për shërim, djaloshi i bante thirrje, i bante davet në tauhid. I thirrte fillimisht me besu Allahun, e në qoftë se e besoni Allahun, pastaj unë e lus Allahun dhe inshallah me lejnë Allah shëroheni. Dhe kështu veproj. Derisa arriti lajmi deri te këshilltarët e mbretit. Dhe njëri prej këshilltarëve të mbretit ishte i verbër. Dhe shkoi me dhurata të shumta të djaloshi dhe e luti që t'ja kthen shikimin. I tha, jo, unë nuk shëroj. Unë nuk shëroj. Shëron Allahu Zoti im. Po në qoftë se don ti të shërohesh, fillimisht besoje Allahun, e pastaj unë e lusë Allahun dhe Allahu të shëron inshallah. E besoj Allahun, e njësoj Allahun me tauhid, djaloshi e luti Allahun dhe këshilltarit ju kthi shikimi. Dhe kur shkoi te mbreti, mbreti i tha, a nuk ishe ti i verbër? Tha, po, isha i verbër, po më shëroi Allahu, Zoti im. I tha, ti ke një Zot tjetër jashtë meje, pos meje?
Tha Zoti im dhe Zoti jot është Allahu. Atëherë mbreti filloi me torturu këshilltarin e tij, për shkak se kishte dhënë më herët mund të madh që ta humb emrin e Allahut në tokë, që ta humb besimin në Allahun te populli i tij. Ama Allah çka tha në Kur'an? Yuriduna an yutfi'u nur Allahi bi afwahihim wa yaba Allahu illa an yutimma nurahu. Ata dëshirojnë ta fikin dritën e Allahut. Mirë po Allahu nuk do diçka tjetër jashtë se ta plotson dritën e tij. Shira, në këtë gjendje i vetëm plakun mal larg popullit. Mirë po dona Allahu xhel xhelaluhu me i lehtësu sebepet nëpërmjet kujna një djaloshi i njohur në histori. As nuk ka qenë D.R, as nuk ka qenë magjistër, as nuk ka qenë i njohur për të gjithë, as nuk ka qenë prej një familje me autoritet të lartë, as nuk ka qenë njeri me dituri të shumë, as nuk ka qenë njeri me nofka të shumta, një djalosh, shumë thjesht, një djal i ri. Nëpërmjet këtij djalit të ri, don Allahu xhel xhelalu krejt mbretërinë dhe sundimin me ashkatrua. E torturon këshilltarin mbreti derisa këshilltari tregon për djaloshin. Para se më ardhi kjo pikë, djaloshi i tregoi dietarit, i tha: "Më ka ndodhur një ngjarje në rrugë me një kafshë dhe veprova kështu dhe e pa se ti je në të vërtetën." Në këtë moment i tha dietari: "O djalosh, sot ti je më i mirë se unë. Sot ti je më i mirë se unë. Ti ke mu sprovu. E në qofë se sprovohësh, mos të rego për mu. Mos i të rego të tjere për mu." Dhe me torturën e marrën ndaj këshilltari të regon për djaloshin. Dhe e marrin djaloshin dhe e torturojnë. Derisa prej torturave të shumta tregon për dietarin. Dhe e bin dietarin. Dhe i thojnë dietarit: "Ktheu prej fejs tënde. Leje fen." Leje fen. Dietari refuzoi. E morën një sharr dhe ndajtën për gjysë dietarit. Në sytë të djaloshit dhe në sytë të këshilltarit, për gjysë. Sot kur ti shihni musliman të djegur, të torturum, të dëbum, të shkatrum, mos u habitni. Se kjo është ngjarja. Kjo është ngjarja. Dhe thash në fillim, kanë thënë dietarët, kjo nuk është veç një informacion që ka ndodhur. Kjo tregon një traditë e popujve prej më herët deri sot. Ngjarja është e njëjtë. Ajo që ka ndodhur atëherë, edhe sot ndodh. E njëjta, pikë për pikë. E morën këshilltarin dhe i thanë këshilltarit: "Ktheu prej fejs. Dil prej fejs. Leje fen." Refuzoi. E morën sharrën dhe e dajtën për dy pjesë. Në sy të djaloshit. Djaloshi i ri ka qenë. S'ka qenë burr me mjekër plak. Me thonë që ka përvoje, ka kalu njëtë. Djaloshi i ri. Para një trivit me bu diçka të trishtueshme, trishtohet. Mirë po, në zemrën e tij zhgulit diçka tjetër shumë e madhe, e cila nuk e lëvizte ata. Atëherë këshilltari, atëherë mbreti i tha punëtorëve të vet: "Merreni djaloshin dhe dërgojeni me një kodër më të lartën. Dhe në qoftë se nuk e le fenë e tij, hidheni prej lart." Hidheni prej lart. E morën dhe dërguan në një vend më të lartin. Djaloshi nuk tha gjë tjetër jashtë kësaj duaje, jashtë kësaj lutje: "O Allah, më mjafto mua kundër tyre çysh dush ti. Bima shit." Më mjafto mua kundër tyre çysh dush ti, me çka dush ti. Dashti Allahut që të gjithë ata punëtorët me ra prej kodrës poshtë, e djaloshi me shpëtua. Dhe u kthy djaloshi, nuk iki, nuk vazhdoi me ik, u kthy te mbreti. U kthy dhe filloi me thirr përsëri tauhid. Mbreti e mor me punëtorë të tjerë dhe u tha: "Merrni një anije dhe kur të futeni në deti, mirë, në qoftë se nuk e le fenë e tij, hedheni në deti." E morën në anije dhe
djaloshi e bani duan e njëjtë. O Allah, më mjafton mua kundër tyre, qysh dush ti, me çka dush ti. U përmbys anija, vdishën të gjithë, shpëtoi djaloshi dhe me këmbët e tij shkoi te mbreti. Dhe i tha mbretit, ti nuk do të më vrasësh mua asnjëherë, pos në mënyrën qysh unë kam të mësu tyje. Tha fal, trego më shpejt me të vrau. Tha i mbledh të gjithë njerëzit, i grumbullon këtë popullatën, këtë popullin i grumbullon. Më kryqëzon mua me një vend. E merr shigjetun dhe vendos në hark. Edhe thu, Bismillahi Rabbil Gulam, me emrin e Allahut, Zotit të djaloshit. Vetëm këtë mënyrë kemë më vra. Dhe mbreti i mbledhi popullatën komplet. E kryqëzoi djaloshin, e mor shigjetën dhe hedhi drejt djaloshit. Dhe tha, Bismillahi Rabbil Gulam. Mbreti nuk e kishte idenë se çka është duke bë. Mbreti ishte verbëru për ta vrarë djaloshin. Nuk e dinte më çka është duke ta vras. Mirë po djaloshi ishte i mençur. Djaloshi dashti me një vepër shumë të madhe të realizon diçka edhe më të madhe. E mor mbreti dhe tha, Bismillahi Rabbil Gulam, me emrin e Allahut, Zotit të djaloshit, edhe hedhi. Dhe vrau djaloshin. Atëherë i gjithë populli thirri dhe bërtiti dhe brohritën, Amanna bi Rabbil Gulam, besuam në Allahun, Zotin e djaloshit. Me një sakrificë që e bani djaloshi, e sakrifikoi veten e tij, e bani gjakun e tij të lehtë, të lirë. Për çka? Që ta transmeton fjalën e tauhidit, ta transmeton besimin në Allahun tek të tjerët dhe të bëhet shkaktar që krejt popullata ta pranojnë Islamin. Ta besojnë Allahun subhanahu wa taala. Ata shkuan këshilltar dhe i thanë, asaj prej cilës je friksu që sa vite ndodhi. Urdhëroi të hapen gropa të mëdha dhe të ndizen zjarr i madh dhe filluan me i hedh popullatën një nga një në zjarr. Kush nuk refuzonte e hidhnin në zjarr, derisa thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam erdhi një nanë me fëmijën e saj. Dhe për shkak të dhimbshmërisë ndaj fëmijës, refuzoi mu fut në zjarr. Nuk donte me lëm fen, mirë po për shkak të fëmijës nuk donte mu fut në zjarr. I tha fëmiu i saj, Lirek, tha oj nan, ti je në të vërtetën. Mos u frikso, ti je në të vërtetën. Foli fëmiu, dhe ky fëmijë është një prej fëmijëve që kanë folën djep. Dhe u hodha edhe kjo nan në zjarr. Dhe kjo ishte ngjarja në disa pika të shkurtra. Kjo ngjarje vëllazëni nuk është vetëm histori. Allahu subhanahu wa taala ngjarjen e gropave me zjarr të shumt dhe djegjen e njerëzve për së gjalli e tregon në Kur'an shkakun se pse ata kështu vepruan. Tha Allahu, wa ma naqamu minhum illa, ata nuk ju hakmorën, nuk vepruan kështu kundër popullit, përpos pse ata besuan në Allahun subhanahu wa taala. Përpos se ata besuan në Allahun subhanahu wa taala. Cilat janë mësimet? Mësimet vëllazëni janë të shumta, subhanallahu. Pika, mësime, mesazhe nga kjo ngjarje janë të shumta. Do të mundohemi shkurtimisht disa pika të përmendim. E para, rëndësia e edukimit të fëmijëve. Mundin, sakrificën, investimin që duhet ta bën prindi në edukimin e fëmijës së tij. Ky djalosh njihet në histori si djalosh. Mirë po kjo vepër është vepër shumë e madhe. Dhe ky djalosh u eduku dhe u mësu si duhet. Ky djalosh nuk e kishte detin se a do të jetë emri i tij në histori.
a do të përmendet emri i tij në histori për veprën që e bën? Jo. Ky u eduku në frymën e mësimeve të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është një mesazh shumë i madh për neve. Në edukimin e fëmijëve tanë të mundohemi që të harrojmë natyrshmërinë e parapunë, të harrojmë natyrshmërinë atyre. Të mundohemi që fëmijët e tanë të jesin ashtu si kanë lind, të pastër. Të mundohemi që të ruajmë fëmijët e tanë prej faktorëve të jashtëm, që janë të shumt, e që sot është shumë rënd me rujt. Sot me rrjete sociale, ku secili fëmijë ndoshta ka telefon prej moshës 5, 6, 7 vjeçare, në këtë mënyrë i kemi fut fëmijët e tanë në rrezik të madh, që me ndiku faktorët e jashtëm dhe me u aprish natyrshmërinë që ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Ngjarja e djaloshit na mëson neve se duhet t'i ruajmë fëmijët në maksimum në natyrshmërinë e tyre që mos të mbjellet tek ata nifaku, syefatësia prej familji. Syefatësia prej familji. Na dim populli jon që t'ja mbjell fëmijës nifakun prej familji, pa e vërejt, pa dasht. Jo me qëllim, pa dashje, po për shkak ignorancës ja mbjellin. Çdo herë kur fëmiu gabon, na nuk e themi mos e bën se kjo gabim, mos e të keshin tjertë, mos ai thot kështu, mos e ky thot kështu, mos e ai, dhe kjo i mbjellet në krye që mos më i bë punë për shkak njerëzve, ose më i bë punë për shkak njerëzve. Dhe jo për hir të Allahut subhanahu wa taala. Jo më i thon fëmijëve, Allahu xhelle xhelaluhu kët vepër nuk e don. Allahu atë vepër e ka ndaluar. Allahu kët vepër e ka urdhëruar. Kur është neglizhent në punë të mira, me i thon Allahu xhelle xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgambert e Allahut kanë urdhëruar kështu. Jo filani alani, se në këtë mënyrë vuajmë pastaj në jetën tonë na. Vuajmë ta bëjmë një vepër për hir të Allahut. Se çdo herë ndikohemi për të tjerëve. Pse? Se që nga fëmijëria na është mbjell kokën tonë filani alani, gruaja alani ka marrë kjo, ka marrë ajo, dhe na shkon jetën duke bërë punë për të tjerë. Jo. Me i bë punë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Mundu tek edukimi i fëmijëve tanë, thot Muhammed Kubi, Allah më shiroft. Punën më të madhe që duhet me e bë në edukimin e fëmijëve është t'i ruajmë fëmijët prej faktorëve të jashtëm. Për shkak se ata prej jashtë ndikojnë tek fëmia jot. E në qoftë se ti e ke ruajt fëmijën tënd prej faktorëve të jashtëm, fëmia jot ka më dal sikur ti ose bashortja jote ose gjyshin dhe gjyshin nëse ka të shtëpia, eventualisht edhe halla, edhe mixhallar. Varësisht çka ka të shtëpia, ashtu ka më dal. Mirë po. Në qoftë se në fëmijëve tonë u japim telefonin. Dhe ata pjesën dërmuese të kohës e kalojnë në telefon. Dhe një periudhë të kohës në shkollë, ata shumë pak kanë marrë prej edukatës tande dhe bashortës tande, nanës dhe babës tande. Ata kanë marrë edukatën e njerëzve në Paris, ose në Londër, ose në New York, ose në Moskë, ose në Kinë, ose kuj dikune. Edhe i shef fëmia 5, 6 vjet, 7 vjet, 8 vjet, mik dish në një fshatri prej fshatrave tonë, flet gjuhën rusishte. Pse ka marrë edukatën prej Rusia atje, nëpërmjet telefonit. Ngjarja e djaloshit na mëson neve maksimumin ta japim për fëmijët e tanë. Ta instalojmë kryen tonë se që ky fëmijë jem, që ky djali jem, kjo vajza ime, do të bëhet një prej burrave të mëdhenj të këtij umeti, në dorë të cilët ka më ndryshuar komplet gjendja e umetit. Kështu do të mirrit fëmijët na. Jo mirrit fëmijët, çysh është zakon te na, ti s'bosh kur gjao. Ti s'merr vesh, ti kështu ti vazhdojmë duke i nënçmuar fëmijët e tanë, edhe ai s'vallë kur gjao, pastaj pse? Po ti ke bë dua për ta mos vallë kur gjao. Ti ja ke mbjell kryet që mos vallë kur gjao. A nuk ishte gjendja kështu me shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Me fëmijët në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Duhet me i rrit fëmijët me atë bindje që djali jot ka më bëj kryesori. Djali jot ka më bëj ai i cili ka më ndryshuar gjendjen e umetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A ndodh. Kujna e ka shku menat që djalosh ka bëu ndryshim. Me një hap. Askujna. Mirpo, edukimi i mirëfillt, marrja e sebeve maksimum në edukimin e fëmijëve, mas pak ti shpëtojmë na te Allahu dhe nuk japim llogari te Allahu për mangësitë që keni pasur. Na e kena dhënë maksimumin, i kemi marrë sebepat. E mas shumti, ai fëmia jot nesër më bë
një dietar prej dietarëve, një komandant prej komandantëve të muslimanëve, në dorë të cilëve ka mundëshu gjendja e ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mësim tjetër, në çdo kohë firaunët i kanë magjistratët e vet. Në atë kohë, ky mbret e ka pas magjistarin. Dhe në çdo kohë mbretërit kanë pas magjistar. Edhe në kohën tonë, mbretërit kanë magjistar. Kryetarët e shteteve kanë magjistar. Dhe magjistarët e tyre ndahen në dy kategori. Magjistar klasik që bëjnë siher. Magjistar klasik që bëjnë siher, edhe magjistar të ashtu quajtura media, që ndoshta e kanë ndikimin më të madh se sa sihri magjistarëve klasik. Në ndryshimin e informacioneve, në plasimin e informacioneve të rrejshme, edhe kështu me radhë. Në propaganda të mëdha, për të cilë propaganda bëhet investim i madh, dhe njeriu gradualisht thith për këtyre informacioneve të gabueshme derisa t'i bëhet bindje. Dhe pastaj t'i vjen informacione të sakta, thotë, jo, NASA ka thonë kështu ne. Jo, filani ka thonë kështu ne. Jo, filan qafiri ka thonë kështu, bëhet më bindje, bëhet diçka sikur me qenë ajet apo hadith. Me çka? Me propagandat që ata i bën nëpërmjet mediave edhe nëpërmjet magjistarëve të tyre. Dhe kjo është e vazhdueshme deri në kiamet. A i shohim sot ngjarjet që ndodhin nëpër botë. Kur një musliman vret qafira, a i quhet terrorist. Kur një qafir vret musliman, thot e ka mbrojt vetën. Dhe kjo ide ju shëmbjell në kokat e muslimanëve. Ju shëmbjell në kokat e muslimanëve. Pavarësisht e ka bëhet vrasë muslimani gabimisht apo mirë, duke e mbrojt vetën apo çka ka bëu. Kur është puna për të muslimanët, propaganda bëhet terroriste ekstrem. Kur është puna të jo muslimanët, i çmendur ka qenë. Edhe ti i thot musliman, po ja besoj, ai me doktori kishte thonë smund ka qenë. Me smundje mendore ka qenë problem ka pasaj. Dhe nëpërmjet mediave kështu i bindin njerëzit. Për fat të keq edhe muslimanët. Për fat të keq edhe muslimanët. Kur muslimani don me mësu fëmijës vet fen islame, me mësu me qenë i sjellshëm, i moralshëm, i turpshëm, edhe kështu me radhë, kjo quhet imponim ndaj fëmijëve. A kur ata dojnë me mësue zhveshjen, zinan, alkoholin, çrregullimin, shkatrimin, fesadin, kjo quhet liri, kjo quhet e drejtë e fëmijëve. Dhe me këtë ata vënë propagandë nëpërmjet magjistarëve të tyre të quajtura media. Dhe kësi raste kite shumë të apo. Dhe kjo është lufta me të cilën ata i luftojnë muslimanët. Mësim tjetër, se zemrat duhet të lidhen me Allahun xhela xhelaluhu. Dialogu që i tha njerëzve, jo me mu, te unë jo. Dialogu që nuk i mësoj pacientët e ti sikur rasti i shumë prej rukegjive për fat keq, që i mësojnë tërthorazi që ai të lidhet me rukegjijun dhe jo me Allahun xhela xhelaluhu. Nuk jam mëson tauhidin, nuk jam mëson akiden, nuk jam mëson që dush më lidh me Allahun xhela xhelaluhu. Dush më lidh me mua, dush më bë edhe 5 seanca. Për shkak se tash kam një seri deri në këtë grad, kam një deri këtu, kam një deri këtu. Edhe njeriu e haron Allahun xhela xhelaluhu. Në manipulim ndaj njerëzve. Dialogu që tha, unë nuk shëroj. Ju besoni Allahun xhela xhelaluhu. Ju njoheni Allahun xhela xhelaluhu. Faleni namazin, epini zakatin, agjëroni Ramazanin, faleni namaznate, largoni prej harameve, largoni prej ushqimit haram, largoni prej pijes haram, largoni prej shikimit haram, largoni prej harameve, hiç mos shko te rukëxhia se vetë ti mushnosh. Në qoftë se njeriu i largohet harameve, ka mushnosh vetë. Se shejtani nëpërmjet harameve, gjint nëpërmjet harameve, sundojnë tek njeriu. Kanë pushtet mbi njeriu. Çka i tha Iblisi? Allahu xhela xhelaluhu. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kam i deviju të gjithë. Çish ka devijuaj? Se ka pushtet mbi ta. Mundet me i mashtru. Si? Për shkak gjunave. E pika e dim që për shkak gjunave, për shkak se i tha Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Për pos robëve të tu të sinqert.
Pra përpos të devotshmëve, ata që janë të devotshëm, ata që janë takvali, ata që janë të sinqert me Allahun, ata që i ruajnë kufit e Allahut, shejtani s'ka rrugë aty. S'ka bukat e shejtani. Ama ata që i shkelin kufit e Allahut, s'ma bet. Kry ma bet. Ri pacienti tan kohën për mbulesë, kë nuk i fol për mbulesën, i fol të shmarr 15 seanca. Sa dush seanca me për mbulesë, shejtani ka rrugë aty. Nuk e fal namazin, ka punë shejtani aty. Nuk e zekatin, ka punë shejtani aty. I bën shirk Allahut, ka punë shejtani aty. Ka problem të uhid në akide, besimin në Allah, ka punë shejtani aty, sa dush bani rukë ti. Ti edhe më kon, edhe me qenë, ku di kush me qenë, me janë nxjerr një shejtan, kam marrë një 15 tjerë me një, pas 15 minutave. Pse se dera o qenë, nuk janë nuk pengesa. A kur të bëhet njeriu i sinqert me Allahun xhelal xhelalu, kry më bet. E dialogu që i mësoj me u lidh me Allahun xhelal xhelalu. Me pas lidhjen me Allahun subhanahu wa taala. Al-israru ala tabligh ad-da'wa. Këmbgulja në transmetimin e mesazhit. Kjo është shumë e madhe vëllai. Kjo vlen për të gjithë vallahi, posaçërisht për hoxhallar, për thirrës, për dietarët. Këmbgulja në transmetimin e tauhidit deri në vdekje. A pat mundësin djalo është mu largu, apo? Po nuk u largu, i shkoj apet. I shkoj, e sfidoj vetën apet, i shkoj apet. I shkoj me thirë apet të uhid. Nuk thash shpëtova, u kryma vetë tash, le të vazhdojnë tjepë, ne të bëjnë diçka, ne të bëjnë qare. I shkoj apet. Çka tha Allah në Kur'an? Wa abud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroj Zotin tanë deri sa të të vjen vdekja. Me bë thirrjen të uhid, një ditë, 2 ditë, 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet. 15 vjet, 20 vjet, s'o shkur gjo. Me vdek, duke bo thirrjen të uhid, e që kjo punë e madhe. Me vdek, duke bo thirrjen të uhid, e kjo është punë e madhe. E Allahu këtë do prej neve. Allahu këtë do prej neve. Allahu këtë ja tha pejgamberit së stem. Fastakim kema umirte. Bëhuj qëndrushëm, bëhuj vazhdushëm. Ashtu qështje urnu. Jo një ditë, ta njëjtën. Ta në kohën. Pejgamberi se më tha, shejebetni hudun vë khavatu, më ka thinjur surja hud, edhe lazet që këtë ajet. E kjo ajet thinjë, Allah. Kjo të zbardhë. Pse? Se kjo ajet ty të thot, ta njëjtën me qeni mirë. Ta njëjtën me bëthirën të uhid. Ta njëjtën njëzën me jamësut, njohin e Allah subhanu wa ta'ala, njohin e thejse Allah subhanu wa ta'ala, njohin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam argumente. Ta njëjtën, një periudhë prej periudha me thonë, kur i kena folë në këto mesele, ju kërësi e konë kërkonë. Taman, tash ku i e? Tash, a i duke i folë tash. Si duke i folë? Sos ma vete. Kry ma vete. Allah do të rinë vdekje. Allah do të rinë fund. E djaloshi në mëson neve që me bo thirën të uhid deri në fund. E sa në gjarë e ka në histori ku është ndërprej thirën të uhid? Shumë ka raste. Shumë ka raste. Sa raste ka në trojët tonë, prej thirësve të cilat deri dje kanë thonë që pjesëmarrën një zgjedhje parlamentare është kufër dhe shirk të dalë prej fejs, sot nuk e bëjnë këtë thirrje, bile e lejojnë me dalë me votua. Sa për njerëz kanë thonë që nuk lejohet më shku më gjykute të aguti, sot thojnë lejohet më shku më gjykute të aguti. Sa njerëz më herët kanë thonë që nuk lejohet me qenë pjesëmarrës ndër ushtri dhe policit e jo besimtarve, sot e lejojnë. E kemi rastin e Shamit, apo? Ky kryetari i Sirisë së sotme, prej Allahut e marrë atë që meriton. Me një kohë thonte, na s'kena mu ndalë drejt, deri në Kuc nuk ndalemi na. Deri në Kuc na nuk ndalemi. Na nuk jemi sikur kryetarët e arabëve të cilët nuk gjykojnë me ligjin e Allahut. Na thrasim dhe luftojmë për mu gjyku ligji i Allahut xhelal xhelalu. Kështu thonte më njëherë prej herave. E tash lënë që s'po shkon Kuc, kanë fillu jehudët më u fut në territorin e tyre, dhe këta heshtin. Dhe donë Allah xhelal xhelaluhu nëpërmjet asaj fitnes me janë nxjerr fitnën krejtëve nëpër dunjë. Jo çatje. Mallkimi është godit tash mejdan. Duke godit mallkimi ata atje që tradhtuan dhe çdo tradhtar që ka qenë i fshehur pas petkave të selefizmit me dalë sot mejdan. Me mbrojt kufrin dhe shikun e tyre, a ata kufrin dhe shikun e bëjnë haptazi. E marshin prej Allahut ata që meritojnë. E djerosh në mësoneve me qenë
të vazhdueshëm. Edhe në qoftë se është në pyetje jeta jonë. Edhe në qoftë se është në pyetje pasuria jonë, familja jonë. Musliman të vërtet kështu veprun edhe sot. Musliman të vërtet, të devotshmit, edhe sot kështu veprun. E zgjodhen me vdek, mirë po jo mi u nështru parollat e besimtarëve. Jo. E një grup tradhtarësh zgjodhen që mund dalë. Boll ka qenë deri këto. Tash vazhdojmë ndryshe. E djaloshi në mëson e me qenë të vazhdueshëm, Allah na bëf prej tyre, ja Rabbel Alamin. Tashihu mafhumi al-intisari wal khasarati. Përmirësimi i kuptimit të fitores dhe humbjes. Shumë njerëz ju tallovitet kuptimi, çfarë do të thonë fitore, çfarë do të thonë humbje. Dikush mendon se nëse vdek filani ka humb. Nëse ka vdek filani, mirë po ka vdek me tauhid, ka fitu, xhennet në ka fitu. Ka fitu, Allahu xhel xelaluhu kur i premton besimtarit, i premton njërin prej dy premtimeve, ose fitoren këtë dunjë, ose shëndetllëkin, ose kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Sot njerëzit kanë keq kuptuar. Dhe mendojnë që nëse ka vdek filani dhe filani, vdek filan komandanti, vdek filan udhëheci, vdek, hupën që ai roki mallkimi këta. Jo. Mallkimi i rok ata të cilët e humbin fen. Ata të cilët e shesin fen për të marrë diçka prej kësaj dunjë, jo këtë dunjë. Çfarë tha Allahu? Ata istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Ata i dhan përparësi kufrit para imanit. Për çka? Për diçka prej kësaj dunjë, diçka shumë pak. E tradhun fen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është humbje vërtet. Edhe nëse ki pushtet, e ki ushtri, e ki pamje të bukur, e ki kravatën e mirë, edhe ki tërforit e mirë ketë, ama në moment që i ban rrit dhe Allah dhe bosh murtet, nuk ban kur gjo të bitë Allah, ti e i humbur. Ai që ka vdek, ai ka fitu të Allah, pse? Se ka vdek për qenë fjale Allah më e larta, dhe fjale e kufrit më e ulta. Djaloshët e mbreti në mësojnë neve se pretendimet, fjalt, nuk kanë me fitua, nuk kanë me arrit ati ku duhet, derisa njeriu nuk zhveshet prej dëshirës së epshit të vet, edhe dëshirës për të përfituar diçka prej kësaj dunjaje. Rasti i dietarit me djaloshin. Fitoi vërteta. Pretendimet fituan. Pse fituan? Për shkak se secili prej të treve u zhveshën prej qëllimit të kësaj dunjaje. U zhveshën prej epshit të tyre. I dhan përparësi të vërtetës. Dietari tha, ti djalosh sot je më i mirë se unë. Ti ke mos provuar. Kjo që ju mungon shumë prej neve sot. Me bo vaki sot, nxënësi me bo pak autoritet. Qysh do qoftë autoritet? Autoritet duke transmetuar fenë Allah subhanahu wa taala, sot pak ke për gjëra që i thojnë Allahit në moft. Allah i dhash bereqet. Pak ke. Pak ti ke. Sot pak kemi zemërgjërsi të hoxhës ndaj talebës. Hec për para ti. Hec. A ka Allah bereqet? Hec. Transmetoj fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Këtu dietari tha, ke mos provuar. E pa që Allah ka dhënë bereqet. Ky ishte dietar, ky ishte djalosh. Ama e mur guximin, me ja u thon të vërtetë të tjerëve, djalosh e sfidoi veten, dul para popullit, dul para mbretit i thirr në Islam, e sfidoi veten, e sakrifikoi veten, dhe të tjerë pranon Islamin. Dhe kjo është vepër edhe më e pëlqyer te Allahu subhanahu wa taala. Apo? Kjo është vepër edhe më e pëlqyer te Allahu subhanahu wa taala. Allahu na bëf prej tyre. Sfrovat. Kjo rrugë është me sfrova. Deri vdekje. Mos mendon dikush se thot, e kalova çka të sprov, e tash është puna mirë, tash pak më rahatja. Jo. E kemi thënë disa se besimtari tani jetën e tij është në sprov. Dikan Allah e sprovon me smundje, dikan e sprovon me shëndet, dikan me pasuri, dikan me fukarallëk, dikan me evlat, dikan pa evlat, dikan me pushtet, dikan pa pushtet, dikan me autoritet, dikan pa autoritet. Krejt janë sprovë nga Allah subhanahu wa taala. Prej krejt kategorive të njerëzve kërkohet që të jenë rob të Allahut subhanahu wa taala.
të jenë robë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe një prej mësimeve të tjerave është se kufri është një milet. Një popull është kufri. Një milet është kufri. Këshire ngjarjet që ndodhin nëpër botën islame. Masakrimet që ndodhin, vrasjet, torturat, shkatrimet, burgosjet, çka ndodhin aty edhe nëpër këtë botën, fotografia e njëjtë është. Qysh i djegin në Gaza, i kanë djegë edhe në Sham. I kanë djegë edhe në Irak, i djegin edhe në Kinë, i kanë djegë edhe në Afganistan, i kanë shkatruar edhe në Yemen, edhe në Somali, edhe ka do qoftë. Pse? Se kufri është një milet. Ai i madhi është një i tyre, iblisi. Këto tjerë janë punëtor me ngjyra dhe me gjuhë të ndryshme. Mirë po janë punëtor të një pronari. Ai është iblisi. E marrshin prej Allahut atë të cilën meritojnë të gjithë. Dhe thënë dietarët, prej mësimeve tjera të mëdha, dhe kjo është bushra për gëzim për besimtarët, se e vërteta realiteti i të vërtetës është sikur realiteti i diellit, nëse perëndon me një vend lind dikun tjetër. Dhe këtë sunë nalin besimtarët. Ata dëshirojnë me ndal, por s'mundën me ndal. Ka mundësi dielli perëndon sot në këtë vendin tonë, lind dikun tjetër lind. Kështu është edhe vërteta. Ka mundësi ata me tortura, me vrasje, me shkatrimet që ja bëjnë muslimanët në një vend, Allah jep bereqet në një vend tjetër. Atje ndalet, fillon në një vend tjetër. Dhe kështu është rasti i të vërtetës. Fjalës së Allah dhe fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Lutim Allahun që Allahu të na mundson ta pasojmë të vërtetën. Lutim Allahun që Allahu të na mundson ta kuptojmë dhe ta pasojmë të vërtetën. Na ruaj Allahu nga akota. Walhamdulillahi rabbil alamin.